Mirëmbrëma dashur miq, ritakojmë sërish bashkë, sa shpejtë, takimet tona kështu gjithmonë shpejt vinë sepse realisht mezi e presim këtë energjinë që kemi ndërtuar. Ju themi përshëndetje sot me një vajzë që guxon shumë. Unë do e quaja personalisht vajzën më të guximshme. Ka shumë persona të cilët guxojnë për famë, guxojnë në skandale, guxojnë në sukses, guxojnë në sfida, por kjo vajzë guxon jetën e saj për të arritur dhe për të bërë atë që quhet vajza e ekstremeve, vajza akrobate, vajza e ekstremeve shqiptare. Për kemi duke folur, Gjeni? Po, jemi duke folur për Fiona Rushiti. Fiona Rushiti, Fiona Rushiti, një emër i cili kur përmendet Fiona Rushiti, mua kështu parelisht më vjen direkt në mendje lartësia dhe lartësia. Po Përshëndetje. Po të varurat nga dhëmbët, po çfarë nuk ka bërë kjo vajzë? Po mirë, ti vasëllare nga dhëmbët, ti ku tani dhëmb apo? Jo, tani nuk më ka ikur, por i kam dëmtuar dhëmbët. I kam thyer një çik dhe i kam rregulluar. Kam pasur. Po me lartësi. Por vdes për këtë varet nga dhëmbët. E kam kështu. Po mirë, çka ka për me dhëmbët? Ti nuk kapësh nga flokët, por nga qafa. Nga flokët kapem, nga qafa kapem, por nga dhëmbët dua. Po, ua. Më pëlqen më shumë nga dhëmbët. Po. Është më e vështirë. Shikoni, kam qenë të gjërat e pamundura. Nuk është e dhimbshme. Është e dhimbshme, por ja vlen në fund çdo sakrificë, kështu që Fiona duhet varet nga dhëmbët. Fiona, jam kurioz të di cili është emocioni, satisfaksioni që merr ti në këmbim pasi e bën këtë gjë. Domethënë çfarë të shtyn përpara, domethënë dhimbjen, e sfidon dhe dhimbjen, domethënë arrin deri këtu sa të sfidosh dhimbjen trupore. Po, kjo është ajo që dhe unë dua dhe e përdor shumë tek vetja, që mua më pëlqen të ringrihem mbas çdo rrëzimi, mbas çdo dështimi që unë si Fiona kam. Dhe kur unë e shoh që ajo gjëja më jep dhimbje, pra po them për këtë të vares nga dhëmbët. Që është një dhimbje fizike, duhet ta themi. Po, sepse unë mbahem me nofulla, me dhëmbët aty. Dhe patjetër që përveç dhimbjes që ndjej, në fund ja vlen ai rezultati. Po mirë, një sekond tani, se po më çudit fare se kjo është shumë realisht për te ekstremes. Ku e var litarin në dhëmb? Si e fut litarin në dhëmb? Vendos sa tregojmë. Janë litar më të vegjël që kalojnë nëpërmjet dhëmbëve? Jo, është një i ke pjesa e gojës, po, mbyllet pjesa e nofullës, atëherë un kam një tip strukture që është pothuajse në formën e lëkurës. Dhe atë un thjesht e kafshoj. E për ty kafshon edhe thjesht e kafshoj dhe mbam. Dhe masa më shumë. Mbam, nga dhëmbët. Sa kile jeti? Që të mban ai. Ja 40 kg. Jam dosur një çik nga stresi tani. Jo. 50 jam dosur një çik se 50 kg, okay. Kam qenë 52. Po për shembull ata miqtë, shoktë, ata që të rinë afër, ç'a thon? Ç'a impresionesh ndajnë për ty? Më bëjnë video, më supportojnë, nuk është se janë mësuar me mua tani, duan që ti kudo të këto çmendurët e mia. Tani nga mbar nga qafa, nga flokët. Po ti nga do varesh? Çka ke menduar nga vetë tullat? Nuk ka lënë pjesë të trupit. Ka lënë gjë tjetër. S'kam ku të varem. Nga veshët. Jo. Nga veshët. Nëse dhe do duhet mund të kontaktosh një klinik pastaj për veshët për operacion, se mund të varen shumë gjatë. Jo, ma domenja do çahen më shumë, do shputen. Nëse se u bë çik. Pa me se ti e guximsh, ti e ke zemrën e fortë. Ja, unë zemrën e kam të fortë, po këtë gjonat që shkojnë kështu gjakun unë e kam të merr, më bën fikat, që ta dini. Shumë kontrast, më thënë të guxosh për kaq shumë edhe të kesh frikë gjakun. E di. Nuk është normale. Do të thonë ti jesh më asaj atë se mendojën. Sepse nuk më ndodh gjatë. Kështu që atë se mendoj fare, aty s'ka ku del gjaku. E kuptoj. Shiko, do të lutesh ta regjistë që na ndante në splitter në këto momente, në një plan dysh edhe po, e shikojmë në ekran. Aty jemi duke parë këtë performancë në fakt që është ura e vashës 154 metra. Ja ku po e shikojmë në këto momente, çfarë emocioni. Më trego pak. Adrenalin. Më fol pak për to planë. Fiona, 154 metër. Po si me qeshura të gjitha moj. Kështu i me qeshur mali. Kështu i gjithë. Shikoj se bëm kapi. Shikoj Gjilio do shpërlë, shikoj. Është frikë shumë e bukur. Wow. Si rrotullohesh, po mirë që hipën atje, po çu rrotullohesh që bën këtë spiralen kështu. Me çfarë mendje të bukur e bën atë spiralë. Mezi e kam pritur për ta bërë atë performancën tek ura e vashës, sepse unë desh të prisja 3 vite për ta realizuar atë si performancë, nuk më linin.
edhe ura ishte duke u ndërtuar. Unë në fakt urës Vashës ja kam vendosur syrin që kur ka qenë duke u ndërtuar në ndërtim e sipër. E kështë kështë si pikësim, ose do ta realizoj ose Po, s'ka. dhe ka qenë komplet e pa ndërtuar, domethënë ka qenë vetëm pjesa e bazamentit këtu dhe pjesa e urës nuk ka qenë e ndërtuar, pjesa e sipërme. E nesër kam ngulur shumë për ta bërë. Kam çmendur një çik njerëzit me thënë të drejtën edhe e bëra. Kaloj. Si u fit nga publiku, a? Më fol pak, mediat, nuk ka pasur media në Shqipëri që nuk patjetër se ka folur është për një ty nga në urat këtë më të moment. larta në Ballkan dhe u komentua, pamja është magjike. Unë di vetëm që tek ajo performancë më kam gjetur qetësi të shpirtit, pavarësisht se njerëzit u panikosën. Kam gjetur qetësi të shpirtit sepse e arrita atë që doja. Arrita atë që doja edhe Lartësie. Qa të them unë, unë vdes për lartësit. Gjithashtu ke performuar si për liçenit, le të themi në dimër. Po, në Kosovë, në Badovc, minus 8 gradë. Wow. Edhe temperatura kam ashtu qenë, po, përveç se u smura shumë, ai Vinçit, duhet që unë e kisha performancën e parë në Kosovë, e dinte që një vajzë do varri, po nuk e dinte çfarë do bëte kjo goca që të varri. Edhe më bënte xhira mua me Vinç, ndërkohë që unë kisha ngrirë komplet aty trupi me dy lëvizte. Po. Kjo i gjitha si për liçenit. Si për liçenit të Badov. Si për Dhe liçenit të Badov. imagjinoj që përcjell një liçen. Dhe të mendosh që kanë zgjatur xhirimet mbi 5 orë për vetëm në arsye sepse ngrihej droni dhe uli për shkak të borës. Nga i ftohti nuk punonte fare droni. Dhe sa ngrihej droni, kupton? Uli droni prapë dhe ne duhet të pristim, domethënë derisa të rregulloj pak ajo gjëja. Që të bëshin gjyrime dhe me shumë sakrifica, 5 orë unë. Do të thonë shkrinte Bora ule Vinçi, grinte Bora aty në ajër ti. Bora nuk shkriu fare dhe ka qenë e çuditshme, sepse kur kemi qenë duke parë motin, ishte vetëm ditë që na jepte ditë të mirë. Atë ditë u bë zi fare. Po ka qenë e shkruajtur për të bë. Nuk del ashtu siç duhet. Se unë gjithmonë më ndron moti tek performancat e mia, por mendoj që ka qenë e shkruar për të ndodhur ashtu, se gjithçka ndodh për një arsye dhe ajo ishte një nga performancat që mua më dha të gjithë bumin tek shqiptarët diasporë në Kosovë, kupton, edhe shumë mbështetje ke Fiona, duhet ta themi patjetër nga Shqipëria, nga diaspora, apo një mbështetje të zjarrt, do i shuaja kështu vjen dhe nga Kosova, të do shumë Kosova. Edhe unë dua shumë. Edhe ti do shumë. Edhe unë dua, po kemi bërë shumë, kemi bërë shumë performanca të bukura, dhe duke qenë që mbështetje më të madhe unë e mora në Kosovë, se sa në Shqipëri, sepse po marr shembull duke filluar që nga titujt e portaleve, në fillim kur unë fillova të bëja këto çmenduritë e mia në provinca, ishte e çmendura Fiona Rushiti, një titull që vendose. Duhet ta themi, vetëm këtë dua të them si parantezë, je vetmja që e bën këtë gjë, edhe kur diçka shësi në tregun shqiptar janë këto polemikat që lindin nga pas. E kuptoj këtë, por klikimet mund t'i marrësh dhe në një mënyrë tjetër, siç ndodhi kjo e Kosovës, që shkruajt në shqiponje shqiptarëve, edhe gjëra të tjera, kupton që komplimentonin pjesën e performancës time, dhe unë për çdo gjë të re që dua të bëj, tani unë shkoj e bëj një herë në Kosovë, ja pa të bumin e madh atje dhe pastaj rikthehem në Shqipëri, sepse ndjem shumë në Porç, duke qenë që aty kam marrë shumë gjëra që këtu nuk i kam marrë dot dhe më kanë ndihmuar shumë. Unë këtu Vinçin e paguaj vetë, se ti e di që unë i bëj të gjitha nga xhepim, nuk më ndihmon njëri. Po mirë, nuk ka suport financiar nga Bashkia e Tiranës, nga shteti. Kjo vajzë e ka nisur komplet me forcat e saj. Nuk ka një buxhet Bashkia për të menduar se si ndoshta njerëzit që kanë dëshira dhe pasione të sporteve ekstreme mund të vetëm mbështeten për të nxjerrë një figurë shumë të mirë, një personazh që janë të bukura këto fjalë që po thua Xhelor, kështu duket se janë, por historia në fakt e Fionës nuk është. Po ti nuk e bëra asnjë kërkesë për shembull? Kam bërë. Po. Dhe gënjen. Po, nuk funksionon kështu siç thua ti. Këtu. Po. Dhe thjesht unë kam edhe një tip shumë çfarë të them unë, që unë kur e di se sa vlej, kur e di se çfarë talenti kam, harroje që unë
të vi nga mbrapa dhe të lutem që ti të më suportosh. Ti duhet të më suportosh mua. Jo të vi unë tani jamon më suportoti mua. Nuk funksionon në këtë mënyrë. Të paktën me mua jo. Dhe fakti që unë nuk e ul hundën, kjo është dhe ajo që mendoj që njerëzit i bën pak akmarrës, kundrejt me dhe thonë mirë se nuk e suportojmë këtë, po në fund të ditës kujt po intereson, kjo son prapi kam bërë. Kështu që s'më ka ndikuar. Thjesht kam hesh ca lek nga xhepi, nuk dalim. Rrim kështu çfarë do bëj. Por je një vajzë që të njohësh që në fillim, kur kemi marrë pjesë, domethënë kemi qenë bashkë konkurrentë në Top Talent, që unë e shikoj historinë tënde dhe di të them që nëse ne të tjerë, të cilët patjetër jemi pjesë e medias ose artit ose kemi pasur një ndihmës, një media caktuar, Fiona nuk ka pasur asnjë lloj ndihmëse. Pra, Fiona që sot duhet ta themi që është Fiona që është bërë vetë, pra e ka nisur nga një zero. Do të flasim pak, sepse jam i bindur dhe i sigurt që jemi duke frymëzuar në këtë moment edhe shumë persona të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment nga ekrani për fillesat e tua, të cilat kanë qenë jo pak të lehta, duhet ta themi. Domethënë ti nuk e pasur asnjë vend ku të stërvitesh e Fiona, domethënë ti e ka nisur në rrugë. Në rrugë. Frymëzuese. Po, është frymëzuese, po ti duhet të dish edhe diçka që Cirku i Diellit, që është një nga cirqet më të mëdha në gjithë botën, ka lindur nga artistët e rrugës. Në rregull dhe jo nga këto profesionistët që i futën punë mami me babin. Kështu që rrim këtu tani. Forca e jashtëzakonshme që ke për ta thot vetë. Për të ecur. Po sy e vesh. Po shkjo vare kjo. Si e vesh. Si janë kurioztare, më i vërtet, po të dëgjoj si e vesh. Atë si e bën këtë po? Merja litarët kisha një ëndër shumë të madhe, pash një vajzë në Greqi që i bënte këto performancat në lartësi dhe unë çdo natë bëhet fjalë tuaj para 10 vitesh, mos gaboj, shumë ka. Dhe unë e shifja këtë vajzën, përveç se e shifja në rrjetet sociale, më dilte në ëndër. Po, e shifja, më thënë, aq shumë isha fiksuar që unë duhet ta bëja se s'bën këtë gjë. Dhe mbas si fillova të shija këtë vajzë në ëndër, fillova duke parë veten. E shifja në përlartësit të mëdhaja. Unë kam pasur frikë nga lartësit që ta dini jo. I kam pasur fobi. Gosha me gosh del thot ajo, populli, po. Fiks fare. Dhe thash, unë duhet të sfidoj frikën time më të madhe. Fillova duke u stërvitur tek liçeni, me litarët, belitarët, gjithë materialet që mua më duheshin, patjetër jam frymëzuar nga jashtë se këtu nuk ka asgjë për turp. Edhe në fund, mua mu hap nga të gjitha dyert që më mbyllën, mu hap një derë shumë e madhe që më dha këtë ndihmesën në karrierën time që ishin alpinistët. Që unë sot e kësaj dite, po, unë sot e kësaj dite i kam mbështetjen time më të madhe. Dhe nga rruga, se unë s'dija si ti thoja, se unë i thoja atyre, unë kam një ëndër, dua të bëj diçka, por më vinte turp ti thoja tani që shiko se do thonë çfarë është kjo që po na vjen nga rruga, plus unë edhe isha djegur, më kupton, nuk është se unë kisha kërkuar suport negative, po. Nuk është se kisha gjetur atë suportin. Dhe kur këto e morën vesh, domethënë që unë stërvitesha në rrugë, më thamë, po pse nuk po vjen tek palestra, mos e vrit mendjen, ja ku e kemi edhe një vend që ti të varesh këto gjërat që ti të duat. Dhe unë mbaj mend vetë që kam filluar duke qarë. Nuk e besoja dot. Isha mësuar me shumë gjëra negative dhe thash si ka mundësi që ka dhe njerëz pozitiv. Dhe sot e kësaj dite, domethënë, unë vazhdoj stërvitem aty, nuk paguaj asgjë. Kupton, nuk e dia do ja shpërblej ndonjëherë gjithë ato të mirë që ato kanë bërë për mua dhe duhet të thënë që ato kanë qenë krah meje tek të gjitha aktivitetet që i kam bërë unë si Fion për të vendosur emrin e Fionës në vend. Më kupton, pra për të krijuar imazhin e Fionës pa marrë diçka, sepse kur mua nuk më suportojnë, unë nuk kam ça jo jap, sepse është e dukshme që unë po heq nga xhepi dhe jo i kam pasur supportin më të madh. Patjetër, edhe kur dëgjon një fjalë mirënjohëse që vjen nga zemra janë vërtet për të përgëzuar. Por këto sakrifica duhet thënë që janë shpërblyer sepse Fionën sot e kemi pedagoge, në universitet. Në universitet është pedagoge. Fionën sot e kemi pjesë të diskotekave më të mëdha në Shqipëri, në Tiranë, ku ajo performon me artin e saj. Fionën e kemi gjithashtu pjesëmarrëse që ka kapur, ka depërtuar edhe për te kufive. Më fol pak për eksperiencën që ke pasur në Athinë. Në Greqi. Në një nga stadiumet më të mëdha në Athinë. Të flasim pak se shumë modeste kjo vajzë, po e ka arritje të mëdha shumë. Po, nga që i kam bërë, di dhe vetë që jam modeste, po nga që i kam arritur, i kam bërë edhe tash se si më duken, po dhe nuk dua t'i kujtoj se
filloj dhe qaj, preken pastaj për zotin. Më mërzit një çik kjo gjëja. Pse konkretisht se të mërzit për çfarë? Po, e ke parasysh lufton ai shumë për ti arrit ato gjonat e tuaja. Dhe kur vjen ai momenti që e arrin, aty është dhimbja më e madhe sepse e kupton që ose do kthesh unë kam këtë tip që ose do bëj diçka më të madhe. Jo, ose do bëj diçka më të madhe ose e mbyll aty, më kupton? Kshu jam unë edhe çfarë të bëj? Tani presim për gjëra më të mëdha. Në Greqi është për të çuditur sepse mua më kërkuan fiks 3 muaj mbasi isha refuzuar në Shqipëri nga federata. Wow. Unë kam histori të çuditshme për zotin, nuk e di domethënë nuk i beson njëri, thotë nuk ka mundësi, po janë të gjitha të vërteta. Ti e refuzuar nga federata? Po për çfarë arsye? Kishim frikë diun. Më thanë që nuk e duan si gjë nga UEFA, duke qenë që unë një nga performancat e dua ta bëj gjithmonë performancën time për kombëtaren. Edhe nëse kemi pasur takime, kemi folur, ja kam shpjeguar që do jem shumë e sigurt, kupton, nuk kam një ekip profesionist tani, unë nuk po të vi më nga rruga. Tani unë po të vi jo 100% si profesioniste, po 1000% si profesioniste, sepse unë kam vazhduar njëkohësisht trajnimet jashtë shtetit, pra unë sa jam në Shqipëri, jam dhe në Itali, më kupton? E nëse në fund më thanë që nuk do bëhet, u mërzita, qava, shumë, edhe isha në një aktivitet në Vlorë, aty më del ky greku pa performancën time, unë isha duke performuar në Vinç, dhe më thret dhe më tha që shiko, unë të dua për një performancë shumë të madhe ty, a je dakord? Thashun, më thuaj për çfarë performance bëhet fjalë dhe diskutojmë. Dhe ky më tha bëhet fjalë për performancën stadium. Unë aty direkt lodhët nga syt dhe nuk e besoja këtë greku. Kjo ishte e forta. 32.000 tifoz. 32.000 tifoz, wow. 32.000 tifoz, dhe që më kanë pritur realisht shumë mirë fansat e AEK Official. E nëse ky thoshte moj do vish, ne do ta bëjmë, unë prap thoja, jo do ma kthej, do ndodhi një gjë që mu do ma prishi se kështu ma bën këto, e fillosha në atë botën time una. Deri në momentin që më pre bileta, ishim një javë përpara aktivitetit, thash, o Fiona, ndaj mendin të shkosh ata bësh është vendosur. Pastaj kur kemi shkuar në Greqi, që jam bërë gati për performancën, çka kena heq. Ka fillu një herë që nuk lejote balonën të ngrihej. Unë kam dalë në fushë të stadiumit dhe vjen dhe thot ai që me këtë herë nuk po ngrihet balona. Kushtet vështira. Shumë kushtet vështira. Dhe me shumë mundësi tha nuk do bëhet. Kur thaj me shumë mundësi nuk do bëhet. Unë di vetëm që plasën lotët prapë para performancës. Po, sakrifica pa fund. Ma thonë, do të kesh shumë kalvarë gjatë vuajtje, që të arrish në kulmin e një suksesi. Shumë. Kam ikur me vrap duke qarë, nuk kam shkuar në fushë të stadiumit dhe jam kthyer prapë mbrapsh. Kupton me idenë që nuk do bëj. E u mërzita, arria shifja veten para pasqyrës se një zhgënjim të dytë nuk e dija se si do ta përballoja. Deri kur vin më therrasi dhe më thon shpejt se pushoj era. Kur më thash shpejt se pushoj era, unë isha enzime nga syt. Direkt vrap thash të bëhet si të bëhet dhe beson që atë emocionin që unë e kisha në fillim, pra si do ta bëj unë këtë performancën për 32.000 tifoza, do ti që aty më hiku mo, thjesht doja që ta bëja performancën në stadium, se kisha hall më fillonte era dhe do më ndërpriste të gjithë gjën. Dhe si shkoi? Mrekulli. Domethënë u prita shumë mirë nga federata ndej, thash jam respektuar realisht shumë edhe nuk kam çfarë të them, nuk kam çfarë të gënjej të them që nuk jam pritur mirë. Jam pritur mirë. Patjetër, edhe ka qenë një nga arritjet e tua, patjetër. Tani jam kurioz të pyes mami, babi, prindrit, motra, si reagojnë ata kur shikojnë vajzën e tyre që varet në 154 metra lartësi, domethënë. Po mami si merr vesh? Si përballojnë ata? Si them, nuk i tregoj sepse mërzitet e përjeton e mos doj mami do i dalësh në televizor. Po mirë, kur i dal është më ndryshe, po t'ja them ditën e aktivitetit. Po, se me meraka jo, po. E merr vesh mbrapa, okay.
I pusho zemra. Po. Por për urën e vashës, siç ta dish, unë jam një vajzë 28 vjeçare, që mami e shef me lokacion. Përveç faktit që unë e dua shumë këtë vend, edhe nuk është se nuk ma jep Shqipëria suportin mua, apo populli. Mua suportin nuk po ma japin ato që janë aty ku janë, dhe nuk duhet të jenë aty ku janë. Kupton? Ka ndryshim shumë të madh. Nëse të gjithë të rinjt si puna ime zgjedhin të largohen, atëherë kush do ngelur për të kërkuar llogarinë në këtë vend. Kështu që prandaj jam unë këtu që do dal të them jak edhe ti tregoj të gjithë animni që mund ta arrijën gjëra dhe në këtë lloj mënyre pa shku pa u bë servilet e tjetri dhe pa shku pa ul hundën të tjetri dhe që të përdorin njerëzit si të duan vetëm që ti të arrish një sukses që ndodh rëndom në Shqipëri. Po patjetër duke ja dal vetë dhe duke pasur njerëzit e duhur në krah, sepse janë disa gjëra që dhe vetëm nuk i bën dot. Patjetër ti ke nevojë me gjithë dhe vetëm një fjalë të mirë. E rëndësishme është të gjesh njerëzit e duhur që po të kërkosh, gjen. Siç ishte rasti im. Po aty si të erdhi oferta për të qenë pedagoge në Universitetin e Sporteve? Si më erdhi oferta? Unë kam qenë komplet një fazë jo të mirë të tjetës time, kam qenë pikërisht në këtë fazën kur the ti Shqipëri apo Rom, që prindrit më kanë ngulnin shumë të ikja në Rom dhe unë nuk doja. Dhe thash, okay, do bëj CV-n, çdo gjë gati, kupton? Dhe do ta çoj tek motra Qirazi të shoh. Nëse do ja dal, okay, nëse nuk do ja dal, nuk prish punë. Do gjej një mundësi ose në rastin më të keq do largohem nga vendi. Dhe por gjithmonë optimiste, me si optimizmi gjithmonë. Të shkoj si të shkoj, unë do e gjeja një zgjidhje se s'bë, po gjithsesi. Edhe nëse bëra aplikimin e këto, u pyeta u pan diplomat, notat, çdo gjë. Edhe duke menduar që nuk do pranohesha, u pranova. Fiks. Kur nuk e pritshmëri është më mirë. S'kisha pritshmëri fare. Të dali më sepse kam pasur ngjitur vetes një vajzë që kishte shumë pritshmëri dhe thoshte unë kam të sigurt. Dhe nuk e pati të sigurt, ndërkohë që unë isha gjithkohës kështu duke u dridhur. Jam spostuar këtu tek kamera Gjulore, si do bëjmë këtë, do inskenojmë këtë situatën tani. Hajde. Sa mos harroj gjë. Silla këtu silla, ha. Çfarë është shumë punëra? Alo? Si jeni? Shiko, e dashur je motra e Fionës. Unë jam Angeli, gazetari, bashkë jemi në xhirim, por Fiona është dëmtuar pak. Se kemi qenë duke regjistruar sipër në Tarac, ishim sipër në Tarac duke xhiruar, po është dëmtuar pak. Dhe për momentin jemi në ambulancë, jemi duke shkuar. Edhe ra, se isha dhe unë me Angela aty dhe u aksidua pak dhe ra pak shtu, po dëgjoj se nga që mos u shqetësos. Morëm ambulancë. Është dëmtuar. Dëgjon, ma jep çka të ujnë aty, ma jep pak. Po. Ju ndodheni në Tiranë, jeni këtu? Ku? Po shkojmë për në spital. Se ajo më iku përpara dhe tani ne mbas asaj po të morëm telefon që meqense je motra, tham hajde inshallah po na përgjigj ndonjë familjar që mos shqetësoni mamin apo babin. Po ka thyer Masë që ka të ujnë atje, masë hajde. Ka thyer këmbën e dashur, ka thyer këmbën, domethënë. Masë që këtu. Po. Edhe më dëgjon, shiko, unë të mora për të vënë ndjeni se mos u shqetësoj shumë se do jemi dhe ne atje pranë saj, po thjesht për të siguruar që ja, një sekond. Një sekond. Okej, tani do kemi mundësi. E mbylla kështu një sekond që e marrim prapë. Mori motra, maj princes, mori motra. Një sekond. Po. Më fal. Atëherë jemi tek Nën Tereza. Te Nën Tereza direkt. Te urgjenca. Më fal se ta mbylla ashtu, po. Edhe nga që po nuk e di se si ka ndodhur kurrë, po herë e parë se u çdita dhe ose te bashkia sipër në Tarac ishim. Ishte më thënë drejtën goxha lartësi. Nga 2 metra lartësi, 2 metra e gjysmë kështu diçka e tillë, e vogël kështu, jo shumë e lartë. Po, edhe okay, domethënë do t'ja thuash mami, ose ja thoj mami se më tha,
Po ku jeni juve? Ku rrini? Po ku rrini juve? Ku jeni? Ku je? Jo, ku jetoni ju? Ku jeni ju? Ku jeni? Ku? A jeni në Itali? Itali? Po ju tut nuk keni njëri tjetër. Kë mund të marrim këtu? Kë mund të... Po qa të bëjmë të rrim ati të Fiona të apres dikë të marrë ty në telefon? Rike Fiona dhe përgjigju telefonit Fiona, sepse nuk kam zgjidhje tjetër. Po, ti me mamin ja, ti me mamin ja. Po jo, mami është në shtëpi vet. E kuptoj, po dëgjoj, po mos ja thoj mamit me njëherë tani se mos i krijon emocione, komplikacione emocionale. Edhe ndaj të morëm ty në Me xhaxhin. Do t'i them personave të familjes ta marrin telefon dhe përgjigjuni ju dhe sqarojeni ku jeni kënën Tereza që të vinë, dakor? E dashur... U sheksove shumë, ky ishte një prank. Ne jemi live në intervistë në këto momente dhe po të kaloj Fionën. Mos na vrit shumë. Ky ishte një prank. Jeta ime. Të dua. Ajo jemi tjon. E të dua shumë. O shpirti, më fal. Më fal. Po, kush tjetër më mirë se ty mund ta hante këtë? U trembe shumë, apo u trembe? Është prank. Një shaka e vogël që ty të bëri pa keq, po s'ka gjë. Futi një shok zemra, futi një shok të mbledhësh veten. Të përshëndesim. Të përshëndesim dhe ndjes. Të dua. Tani për t'i zbutur pak këto emocione të forta njerë, ishte patjetër kur është dashuria e familjes në mes, emocionet edhe nuk di ç'të them. E zbusim pak miq. Po ose jo do quhet kjo rubrikë, kështu që po ose jo e drejtojmë direkt tabelën. A ke ndonjëherë frikë gjatë performancave? Ja. A ke bërë selfie në momentin më të rrezikshëm? Po. A ke flirtuar me fansat përmes të rrjeteve sociale? Ja. A ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga akrobacitë? Po ja. Okej. Të dyja. A ke fshehur plak pas një performance të rrezikshme? Plag? E ke për plagët e shpirtit apo për plagë që duken? Këto fizike. Plagët e shpirtit i kam fshehur, ato fizike, ja. A ke ndonjë supersticion para performancave? Qa supersticioni më? Këto bestytnit që ndodhin kështu. Ndodha një gjë ndonjë. Na kanë bë magji. Po e ka thënë edhe në fillim. A ke provuar ndonjëherë të impresionosh dikë me një numër të rrezikshëm, për shembull një person që ke dashur t'ia fitosh dashamirësinë? Jo. A ke rituale të çuditshme para performancave që i ndjek? Për shumë marrje fryme ndonjë ritual që ti e ndjek, ushtrime të cilat ti i zbaton? Regjimin ushqimor, filloj ndryshoj çdo gjë pastaj tek vetja dhe stërvitja që 2 ditë përpara performancave nuk bëj. Po them për këto në lartësi. E ndaloj që mos të kem ato dhimbjet e trupit. A ke menduar ndonjëherë që ta vendosësh adrenalinën dhe ta kesh prioritet mbi gjithçka tjetër? Domethënë e ke adrenalinën në pjesë? Po, shumë e rëndësishme, sa e rëndësishme është. Kjo është rubrika. Unë për adrenalin, që mua kur më kap ajo periudha e adrenalinës, unë duhet të bëj se s'bën patjetër diçka dhe jo më kot, prandaj nuk është se vonoj shumë për të sjell gjëra të reja, sepse edhe po të dua të ndaloj, nuk ndaloj dot. Po kur do heqësh dorë ti për shembull? Kur e shkon të heqësh dorë nga këto aktivitetet tua ekstreme? Po pse duhet të heq dorë? Po mirë, duhet të mos ja 6 vjet që do vesh të marr, do varesh me litarit, kur të qysh e do bësh? Qysh e ke menduar? Po 6 vjet, pse jo? Do guxosh atëherë. E pampostur, a? Fiona, faleminderit për gjitha emocionet. Falenderojmë shumë. Ndjes për atë prenkun që të lënduam pak emocionalisht. Edhe motra në fillim ndjes motrës, Qa do më bëj ajo mua ta dini jo? Qa do më bëj mua ajo po sa të shkoj në shtëpi. Pa mirë. Unë do doja ta mbyllim me një mesazh në fakt për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur. Mesazh nga Fiona, po. Çdo personazh e lë një dorë këtu në studion tonë, një mesazh. Bëu shembulli më i mirë për veten tënde, edhe asnjëherë mos ndalo të ndjekur ëndrat e tua, sepse gjithmonë do t'i arrish. Sado pengesa që të kesh, sado që njerëzit të mundohen të bëjnë keq, edhe qoftë duke mos të suportuar,
ti sërish ja del. Shumë mirë. Mjafton t'ja vësh atë synimin vetë. Ne jemi gati për ta mbyllur dhe do shihemi në episodin e radhës me një tjetër special të ftuar, po deri atëherë mbajini frymën dhe pastaj kur t'ju them unë lëshojeni. Jemi gati në pa filtra. Gjithmonë në pa filtra me mua Gjulorën dhe shumë personazhe të tjerë. Mirupafshim.